vërtetë dhe të hedhët dritë mbi këtë rast të rëndetës. Ndërka që ne rrjedhën e emisionit do e vazhdojmë pikërisht me diskutime që i nisëm pakës më herët. Diskutuam për koalicionin e vetëm zyrtar mes Lëvizjes Vetëvendosje, Guxos dhe Partisë Shqiptare Demokristjane, po. Megjithatë, partitë e tjera nuk e panë me sa duket të rrugës për të bërë një bashkëpunim, ose nuk arritën të gjejnë një gjuhë të përbashkët për të diskutuar gjitha këto. Në studio tashmë kemi të ftuar profesorin Atis Smalja. Zoti Smalja, faleminderit shumë për kohë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E habitshme pak, profesor, duke qenë se u prit se do të ketë disa koalicione mes partive të ish opozitës, megjithatë të gjitha po shkojnë vetëm, edhe LDK-ja, PDK-ja, AK-ja dhe Nisma. Në bazë të asaj që dha KQZ-ja dhe Nisma po shkon si e vetme. Si i patë këto, profesor? Po, përgjithësi e shoh si një përpjekje e partive politike, ndoshta ose për të ruajtur votat që ka, ose të paktën për të rritë. Tash kjo dallon nga partitë që janë më të mëdha tek partitë që janë më të vogla. Partitë që janë më të vogla kanë të domosdoshme për shkak të ligjit zgjedhor që i diskriminon, se kjo është një lloj diskriminimi. Pragu 5% është një lloj diskriminimi. Fillimisht është vendosur ndoshta për të mos lejuar secilin për të hapur një parti politike që do të arriste pastaj një numër shumë të madh partive politike, por në njëjtën kohë kjo i konvenon shumë partive që janë më të mëdha, sepse partitë e vogla vetëm në mënyrë për të bërë pjesë e parlamentit e kanë përmes koalicioneve ose përmes të qenurit pjesë e listës së partive të mëdha. Tek partitë që janë më të mëdha e pam që u përpoqen në farë mënyre që disa që janë më të vogla të përfshin. Ndoshta me shpresën që mund të rritën për një përqindje të caktuar, 2, 3, 4, 5%, sepse tani më gara ka fillu të jetë pak më e ashpër një farë mënyre mes partive politike, dhe siç duket secila votë ka atë rëndësinë e vet ose peshën e vet. Tek PDK-ja i mori disa parti pak më të vogla, ose më duket është vetëm lista për familjen, me shpresën që ata e kanë një elektorat konsolidum, jo shumë të madh, po me shpresën që ato vota ndoshta mund të arrisin për një përqindje të caktuar. Ideologjikisht u pasit ndoshta diçka jo shumë e përpoqshme për faktin që lista për familjen është, ose një pjesë e saj, sepse ata u ndanë, një pjesë shkojnë në LDK, ka një qasje më konservatore, ndërsa PDK-ja është antare e Partisë Liberalëve në nivelin evropian, gjë që nuk përputhen shumë mirë, po marrë për bazë që tek ne partitë tona nuk janë shumë ideologjike, ose nëse mund të themi ideologjia dominuese gjitha partive tona është pushteti, atëherë kjo është e tejkalueshme në farë mënyre. Pastaj pam tek LDK-ja që e mori një pjesë të kësaj liste, gjithashtu me vlera konservatore, ndoshta tek LDK-ja pak më pranueshme sepse është antare një partie të nivelit evropian, Partisë Popullore Konservatore, edhe pse këtë konservatorizmin LDK-ja më shumë e ka shprehur në aspektin ekonomik se sa në aspektin kulturor. Pra i pam këtu disa përpjekje që ndoshta mund të shtojnë në farë mënyre sa do kudo një numër caktuar të votave. Për gjitha këto parti në farë mënyre është një lloj mundësie për të arritur pak këtë përqindjen, sepse ranë krahasu me vitin 2021, pastaj zgjedhjet e nënshkurtit, dhe që gjitha e shohin sa do një mundësi për të rritur 1%, 2%, 3%, që për tonë është ta mund të thetë bukur shumë në konkurencë me vetëvendosjen. Tek vetëvendosja e pam që e morim duket vetëm PSHDK-n. Si koalicion, u tha që u quajtë edhe koalicioni vetëvendosja. E cila nëse nuk gaboj më herët ka qenë me lidhjen demokratike. Ka qenë, tradicionalisht ka qenë me lidhjen demokratike, mirë po si duket vetëvendosja ka nohatë një elektorat në pjesën ku shtrihet më shumë PSHDK-ja, ku vetëvendosja ka një pjesë Dugaxhinit, ku ka nevojë që të arrisë numrin e votave atje, dhe besoj ky ka qenë kalkulimi, dhe gjithashtu kadër kësaj u quajt i tërë si një lloj koalicioni Lëvizja Vetëvendosje. Ishte diçka e re sepse para këtyre zgjedhjeve ishin pjesë edhe Alternativa edhe Guxo, por nuk u quajt koalicioni Lëvizja Vetëvendosje. Ndoshta ka qenë presioni i madh i këtyre partive për ta ndrruar këtë akronim në listën zgjedhore, ose ka qenë kërkesë PSHDK-s që ne mund bëhemi pjesë në rast se konsiderohemi, edhe pse si koalicion i emërtuar si Lëvizja Vetëvendosje, nuk është ju jap shumë hapësirë të tri këtyre partive për të duk tek elektorati dominant.
logot do ju figurojnë kësaj radhe, me qënë se nuk janë të shkrira. Po, logot po si jamën, lëvizjave të vendosje, edhe pse praktikisht për të marrë vota, kjo lëvizje mund quhet, ose kjo koalicion mund quhet koalicioni Albin Kurti, do të thoja, sepse ai është që tërheq, vazhdon me tërheq, në numër të madh të elektoratit, jo shumë partitë e koalicionit, as partitë që kanë qenë mbrana ose partia e re, nuk është që mund sjellin votat mjaftueshme edhe për ta kaluar provën. Por megjithatë vetëvendosjes kjo i shërben për të arritur ndoshta një numër të caktuar, 1, 2, 3% do thoja në nivel vendi. Te KK-ja si duket ja ka shtu pak vetbesimin zgjedhjet lokale, që doli bukur mirë, domethënë i ruajti komunat që i kishte dhe disa më duket se kanë. Megjithatë a ka kalkuluar mirë këtu profesor, duke qenë se jo rallëherë edhe nuk krahasohen. Nuk përputhet vota jo çdoherë. Vota e nivelit lokal reflektohet në nivelin qendror. Ne kemi pa të hartën e zgjedhjeve në shkurtit ku dominojnë në farë mënyre votave të vendosjes, por në zgjedhjet lokale sikur ndryshoi. Te KK-ja besoj që një faktor i rëndësishëm është kandidatët që i ka pas për kryetar në komuna, që performanca e tyre deri në mos caktuar, besoj ka qenë prej faktorëve kryesor pse kjo parti ka mbajt. A do të përkthehet në nivel qendror, mbetet shifet, jo çdoherë. Kemi pas në zgjedhjet qendror vitin 2021 ku doli mirë vetëvendosja, pastaj në zgjedhjet lokale doli keq. Ose më vonë ndryshu kjo, mbetet shifet, megjithatë si duket AKJ-ja këtë ka kalkulu, ose mund të ketë kalkulu edhe në atë që ka një lloj zhgënjimi, do të thoja, të qytetarëve në nivel vendi me partitë politike, për faktin që e maltretuan shoqërinë për 9 muaj, 10 muaj, sa u bën gati një vit, duke mos i kriju institucionet, të cilat ndoshta mund ndikojnë që qytetarët mos dalin në zgjedhje. Dhe ulja e numrit votuesve normalisht i favorizon këto parti, sepse rrit përqindjen bazë të votave që i kanë. Një gjë që ka dëmtuar shumë në vitin 2021, në zgjedhjet nacionale ka qenë edhe rritja e madhe e votuesve, pjesëmarrja e votuesve. Besoj këto mund të kenë qenë ato kalkulimet. Sa i përket nismës, është pak ndoshta e çuditshme, ndoshta do ta kishte shumë më të lehtë ndoshta, sikur të bëhej pjesë e ndonjë koalicioni. Dhe u prit që do të shkonte me LDK pas takimit që kishin. Kishin takime, u pan domethënë për afrime, për gjatë disa muaj. U vërtet edhe nga Lumir Abdigjiku që nisma dhe disa partitë të tjera t'i bashkoheshin LDK-s. Neve do të na lehtësonin shumë sikur të kishim deklarata pse nuk është bë ky koalicion. Nga ajo që mund shifet nga jashtë, ndoshta mund të kem pas mos pajtime në emërtimin e koalicionit. Ndoshta është kërkuar, nuk e kam si informacion, por zakonisht këto mund dalin si pengesë. Partitë kërkojnë që të përfshihen në akronim të koalicionit. Dhe nga njerë partitë e mëdha sikur i injorojnë ato, nuk i përfshin. Pse kanë kaq të rëndësishme përfshirjen në këto akronimet? Po e kanë sepse është pjesë e subjektivitetit tyre, është pjesë e ruajtjes së identitetit partisë dhe normalisht që heqja edhe logos edhe emërtimit nga koalicioni, automatikisht është një lloj zbehje edhe e qëndrueshmërisë ose të armës së partisë. Kjo mund të jetë ndoshta një prej arsyeve, ose mund të jetë arsye rënditja në listë, brenda listës. Po flasim nga jashtë, pa pas deklarata, që shpesh ndodh partitë mos të binë në ujdisa për këtë. Po diskutojmë në bazë të asaj se çfarë kemi parë, dhe këtu dua të them për nismën, sepse pati një prishje të raportit me AK-n, pastaj nuk u dakordua me lëvizjen vetëvendosje për të bashkëpunuar, në anën tjetër tash u nis një bashkëpunim me LDK-n, por duket sikur prap nuk shkoi aty ku duhet, bile pak minuta më parë kishim këtu edhe ish deputetin tashmë, sepse ka përfunduar ajo legislaturë dhe në dhjetor do të shihet nëse do të rizgjedhen të njëjtit apo jo. Megjithatë, tha se nisma ka pasur kërkesa dhe ka shkuar deri në shantazhim ndaj tyre. Në këtë pikë, mund të themi se problemi qëndron tek nisma, tek kërkesat e tyre, apo çfarë mund të jetë? Sepse po e shohim se po shkon e vetme dhe realisht nga ajo se çfarë shohim edhe rrezikon pragun, apo jo? A rrezikon pragun mbetet shifet. Do të thonë është sepse bastionin më të madh ka në një komunë caktuar ku ka fituar në balotazh, e cila nuk duket që është e mjaftueshme pastaj për vota në nivel qendror. Unë nuk do ta kisha quaj shantazh, kuptimin asaj që kërkon për të bërë koalicion. Përkundrazi nëse është... E thash ashtu si e tha... Përkundrazi nëse është një parti që ka kërku koalicion me gjitha partitë për t'i bërë institucionet është nisma, këtë e kemi pa vazhdimisht.
që nga dita e parë pas mbajtjes zgjedhjeve ka qenë e hapur për të dy vllosjet. Por edhe ka pas kërkesa të cilat partitë më pas kanë thënë se nuk janë të arsyeshme për numrin e deputetëve që ka pas. Kërkesat mund të jenë të arsyeshme, mund mos jenë të arsyeshme. Kërkesat trajtohen, pastaj varësisht nga ujdia që bijnë partitë, japin poste, nuk japin, por kërkesat janë legjitime. Dhe pesha e votës në parlament për të bërë koalicion varet se sa vota i duhen shumicës. Nuk e ka të njëjtën peshë, një vot nga njëherë me 10 vota ose të kaluarën, sepse ndoshta i tërë koalicioni varet në 10 votë. Kështu që këtë aspekt besoj ka qenë konstruktive, ka qenë e hapur ndaj të dy bloqeve. Në rast se krahasoj me vetëvendosjen që s'ka qenë e hapur ndaj PDK-s dhe AK-s, ose LDK-ja që s'ka qenë e hapur as me vetëvendosjen, as me PDK-n, as me AK-n, kanë qenë konstruktiv. Tani e vetmja mundësi mbetet, po them prapë do shta ka qenë ose çështja e akronimit, emërtimit koalicionit, që LDK si parti e madhe ndoshta nuk e ka pa të arsyeshme që ta përfshi, ose radhitja në listë që ende është e rëndësishme, bukur shumë e rëndësishme, që pastaj nisma mund ta ketë konsideruar një radhitje jo shumë favorshme ende ka një lloj votimi me inercion që kalojnë ata të partë që janë në listë. Këto mund të janë arsyet ne që i shohim nga jashtë. Arsyet tjera nuk i dim nga brenda, sepse ende s'kemi një përgjigje pse s'ka ndodhur ky koalicion. A do ta kaloj pragun, mbetet shifet, nuk është shumë e lehtë, por prapë do të varet nga numri i votuesve. Numri i votuesve që do dalin, sa më shumë që dalin, partitë që kanë më pak vota rrezikojnë kalimin. Meqense si parti nuk arriti, po flasim për nismën, nuk arriti që të formonte një koalicion me ndonjërin prej partive e që u diskutua shumë me lidhjen demokratike të Kosovës. Ekziston një formë tjetër që do i mundsonte ndoshta pranin bashkë me këta deputetë që ka pas në kuvend, pra si të shkrihet në ndonjë parti tjetër? Po, legalisht është mundësia, mbrëm është përmbyll afati për të regjistruar koalicion. Por, për të bërë pjesë e listës pa koalicion, pa akronime, duke radhit në listë, duket është deri me datën 7 afati, kur partitë do të dorëzojnë listat e kandidatëve. Dhe tani nismës, po edhe AK-s, AK-ja ndoshta s'ka pas deklaratës që do të bëjmë pjesë e koalicion, po nismës gjatë të kohës kanë thënë se do të shkojnë të vetëm. Nismës i ka mbetë vetmja mundësi është me shku vetëm në zgjedhje, ose më përfshi në ndonjë listë tjetër pa akronim, pa pjesë të logos dhe emërtim si koalicion, por si pjesë ndonjë subjekti politik. Këto janë dy mundësi që aktualisht i ka nisma, e ka dhe mundësi mos me garu fare, por nuk besoj që nuk do të garoj. Këto mundësi tani mbeten në këto 7 ditë, tani këto partitë e mëdha kanë pak më lehtë negocimin me nismën, sepse mund të arsyetohen ligjërisht është mbyll afati për koalicione, e vetmja mënyrë ka mbetë ose bëhen pjesë e listës tonë. Tani e kërkesa vetme që ndoshta mund të diskutohet është se ku mund të radhiten në listë, sa më lart listë dhe cilat do të jetë përbërja edhe në aspektin gjinor, që luan një rol bukur të madh, shpesh ne shohim që gjinia mundson që ta humbësh një ulse ose ta marrësh një ulse më shumë si pjesë e një koalicion. Këto janë mundësitë aktualisht legale që ka, ose ndoshta vendosin që mund shkojnë edhe vetë në zgjedhje, pse nuk është shumë e lehtë. Është kohë bukur e shkurtër dhe kjo më varet se sa tani nisma ka një strukturë të shtrirë në nivelin qendror, sepse vetëm votat e një bastioni pothuajse janë të pamjaftueshme për t'ja mundësuar që të bëhet pjesë e kuvendit. Po. Dhe tani, profesor, shohim që akuzat më të mëdha dhe gjua më ashpër tani po sillet edhe rreth votave të diasporës. Madje kishte edhe një deklarim të parit të LDK-s, i cili tha se Lëvizja Vetëvendosje do të manipulojë votat e diasporës. Këto janë qëndrimet partisë në farë mënyre. Kjo tregon një shkallë deri diku do thoja të arsyeshme të besueshmërisë që kemi në institucione, ku shpesh ekziston ajo frika që ne këtu edhe brenda vendit nganjëherë kemi atë frikën mos votat nuk po administrohen si duhet, e lere më diku jashtë vendit ku mungojnë institucionet, domethënë mungon ai funksionaliteti i institucioneve që do ta mbikëqyrte dhe vërtet do të siguronte që procesi i votimit ka shkuar si duhet. Normalisht partitë do duhet përpiqeshin që t'ua lehtësojnë sa më shumë që është e mundur mënyrën
e votimit të diasporës, sepse diaspora jemi ne jemi diaspora, ta janë pjesë e jone, e familjes tonë, e kështu me radhë, mirë po jo në dëm të dëmtimit të lëshmërisë dhe procesit të votimit. Dhe më thonë, në vendet ku është votimi me post, është votimi në qendra diplomatike, ku janë institucionet e vendit. Për te i kësaj, partit mund të dakordohen në rast se vërtet sigurohen që ka mekanizmat mjaftueshëm funksional që e mundsojnë një votim fair, pa mundësi manipulimi dhe pa mundësi për ndonjë keq përdorimi të mundshëm. Valentina me drejtë përmendi ato se çfarë kanë filluar tashmë partitë politike, në anën tjetër edhe Lëvizja Vetëvendosje ka kritikuar, përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje kanë kritikuar lidhjen demokratike të Kosovës për një ankesë të cilën e kanë bërë në PZAP, që e njëjta ankesë edhe është aprovuar, ka të bëjë me hapësirat cilat janë kërkuar që të ofrohen përveç ambasadave dhe konsulatave, kam fjalën për votimin e diasporës, gjë që më pas doje mund sonte më lehtë, ndoshta edhe procesin e votimit edhe pikat mund të ishin më afër vendbanimit të tyre. Kësaj LDK-ja ka paraqitur një ankesë e cila më pas është miratuar nga PZAP-ja, përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje nuk e kanë përkrah këtë ankesë, madje edhe e kanë quajtur se po dalin kundër diasporës dhe po tentojnë që të zbehin ndoshta pjesëmarrjen e tyre në këtë zgjedhje. Çësia tek vendi i votimit është një element i rëndësishëm në procesin e votimit. Shpesh qytetarët ose edhe në diasporë ndoshta nuk votojnë sepse përtojnë që të votojnë me qindra kilometra për shku një vend caktuar për të votuar. Dhe sa më afër që është qendra e votimit, kjo do të ishte shumë më lehtë dhe ndoshta do të arriste nivelin e pjesëmarrjes së votuesve nga diaspora. Megjithatë, marrë për bazë ndoshta atë që partitë politike nuk kanë punuar sa duhet, edhe për të rritë funksionalizimin e institucioneve të vendit, qoftë brenda ose jashtë, ndoshta kjo ka qenë arsyeja që është pa me dyshim që votimi në këto vende ndoshta mund të përdoret për keqpërdorim nga një parti ose nga partia tjetër. Dhe besoj që kjo ka qenë ajo arsyeja pse është bë kjo ankesë në mënyrë e cila është pranuar pastaj nga PZAP-ja, për t'ia ruajtur kredibilitetin procesit të votimit. Nuk është e lehtë për të organizuar zgjedhje në vendet ku ndoshta nuk është i mjaftueshëm ose partitë politike nuk kanë punuar sa duhet që të krijojnë mekanizma, po edhe për të arritur besimin e qytetarëve në institucionet vendit, sepse në vende ku qytetarët ju besojnë shumë institucioneve, nuk ekziston kjo dilemë. Po fakti që ne dim që sillen partitë tona edhe brenda vendit, edhe jashtë vendit, ndoshta i ka shtyr disa parti që të kenë dyshime të tilla, që në mungesë ose në pamjaftueshmëri të funksionimit të institucioneve për të mbikëqyrë mbarvajtjen e procesit në këto qendra, i kanë ngritë edhe dyshimin që mund të ketë keqpërdorime. A mund të ketë apo jo, tani nuk jam i thirrur për të thënë, mirë po aty ku nuk funksionojnë institucionet si duhet në ato qendra, mundësia është shumë e madhe që të ketë keqpërdorim dhe prekja e votës së diasporës nuk është as ndihmë për diasporën, as lehtësim për votimin, procesin e votimit për diasporën, por është vërtet një degradim do të thojë procesit zgjedhor. Dhe ndoshta në bazë kësaj edhe është bërë justifikimi edhe nga PZAP-ja që është pasi kërkesat e tilla, organizimet e tilla janë të arsyeshme, mirë po krahas kërkesave duhet të ndërmerren dhe mekanizmat shtesë që sigurojnë që në këto vende vërtet ka mundësi që të funksionojnë institucione dhe të sigurojnë një proces të drejtë dhe fair dhe të mos manipulohet procesi i votimit. A përdoret kjo tash nga partitë, se kjo parti është kundër diasporës, unë nuk e shoh këtë aspekt, sepse lidhshmëria është e para që është e rëndësishme, pastaj në bazë të ligjit do të funksionojë edhe diaspora, edhe vendi, edhe votimi i diasporës. Është e sigurt se mërgjimtarët do të kenë mundësinë të votojnë, numri i tyre do të jetë ndoshta më i madh, për shkak që rastisë të bie pikërisht në kohën kur ata dhe janë këtu në Kosovë për shkak të festave të fundvitit. Sa i kontribuon, profesor, ndoshta vota mërgjimtarit këtij procesi? Meqense shpesh herë është diskutuar në rast se do duhet votonin mërgjimtarët, meqense jetojnë dhe veprojnë në një shtet tjetër dhe ndoshta nuk njohin saktësisht problematikat e vendit edhe
përditshmëritë me të cilat përballen qytetarët në Kosovë. Perceptimin tuaj. Fillimisht data e zgjedhjeve në kohën kur janë mërgjimtar këtu, pjesa dërmuese e tyre, unë e shoh se një mundësi shtesë për diasporën, krahas votimit me post, votimit në qendra diplomatike. Kjo është një mundësi shtesë sepse është në të njëjtën kohë kur ata janë këtu, domethënë. Është një mundësi shtesë që ata ta shprehin vullnetin e tyre politik për ta mbështetur një parti, një kandidat caktuar të cilën ata besojnë se e udhëheq më së miri vendin. Pra domethënë kjo është një mundësi shtesë. Krahas kësaj pastaj normalisht që vota e ka dhe përgjegjësinë vet dhe unë pres që normalisht diaspora dhe mërgëmtarët vërtet ta përdorin votën e tyre si mundësi për të përmirësu gjendjen në vend, për të përmirësu politikat në vend, për të përmirësu shëndetësinë, arsimin, infrastrukturën, sigurinë, mirëqenjen, sepse fundja një pjesë të madhe të çmimit dhe të faturës që e paguajnë qytetarët që jetojnë këtu, edhe në shëndetësi, edhe në arsim, edhe në siguri, edhe në drejtësi, edhe në fusha tjera, paguhet direkt nga vetë diaspora. Dhe sa më mirë që bëhet gjendja në vend, sa më të suksesshme që janë politikat në vend, kjo automatikisht ja lehtëson punën diasporës. Ne dim që diaspora, ne nuk kemi sigurim shëndetësor. Po një pjesë madhe të këtij, të kostës së sigurimit shëndetësor e paguën direkt diaspora përmes lidhjeve familjare, përmes të afërmëve të tyre. Kështu që mbas të kësaj pres që diaspora vërtet, vota diasporës me qenë një votë korrektuese, votë që vërtet i shtyn partit me qenë shumë konkurruese, me ofru programe sa më të mira, të cilat vërtet e përmirësojnë gjendjen e qytetarëve në vend. Unë do të thoja ndoshta para se të përfitojnë qytetarët në vend, janë diaspora direkt që përfitojnë nga përmirësimi i gjendjes në vend, sepse janë financues, janë mbështetës direkt, edhe ekonomik, po edhe emocional të qytetarëve që jetojnë këtu, sepse ndoshta tani diaspora është më shumë jashtë se sa ata që jemi ne brenda. Dhe çdo gjë që ndodh me neve automatikisht i prek ata që jetojnë larg vendit. Bazë kësaj pres që vërtet diaspora ka me qenë një forcë shtytse e madhe për gjitha partitë që vërtet jenë konkurruese dhe ta sjellin më të mirën. Dhe votat e tyre pritet që ta bëjnë diferencën deri diku. Besoj se po, nëse jo diferencën, po vërtet do të afrohen aty diku, do thoja, sepse është një numër bukur i konsiderueshëm dhe është një votë që ndoshta ata më shumë menojnë për ne kur të votojnë se sa që menojnë për veten e tyre. Më shumë menojnë se ku i shkollojmë ne fëmijët tonë se sa ata ku i shkollojnë, çfarë spitale shkojmë ne se sa ata ku shkojnë, dhe mbas kësaj besoj që vota e diasporës presh me qenë shtytje shumë e madhe për gjitha partitë që oferta e tyre të jetë shumë serioze dhe shumë fitimprurse për vendin. Në anën tjetër, profesor, presni që ngjajshëm ndoshta tjetë edhe me votuesit vendor këtu, sepse diskutohet shumë që për shkak të tërë situatës në cilën ka kaluar vendi gjatë këtyre muajve, pothuajse një vit i humbur prej shkurtit, qytetarët edhe janë shkënjyer dhe shumë prej tyre ndoshta edhe mund të mos dalin fare në zgjedhje pikërisht për shkak të kësaj situate të krijuar. Si e shihni? Një pjesë besoj që ka ndiku direkt që nuk do dalim. Nuk do dalim për arsye që ka mungu një lloj vërtet përpjekje serioze gjitha partive, do të theme përjashtimet vogla të këtu, që t'i krijojnë institucionet. Ja kanë marrë votën qytetarëve me 9 shkurt, me atë votë s'kan bë asgjë, tash prapë po shkojnë tek qytetarët ja kërkojnë votën, dhe në bazë kësaj normalisht që një pjesë e qytetarëve edhe mund t'i thrasin mendjes dhe të pyesin pse ne do t'i votojmë prapë, njëjtat parti, pothuajse të njëjtit kandidat, njëjtat programe pothuajse, ne u dham votën para 9 muajve, 10 muajve, ju nuk kishit zot që t'i krijoni institucionet. Pse duhet ne prapë t'i japim votën ju, ku prapë ekziston rreziku ndoshta që mund vazhdojë një lloj ngërshi, të fillojë ajo sezona e dytë, sepse sezonën e parë kishim duket 67 ose 8 epizoda, tani fillon sezona e dytë pas zgjedhjeve, dhe qytetari pastaj edhe shgënjet, nuk del, po disa dhe mund dalin. Ata që janë të lidhur ngushtë me partitë politike, nëse mund t'i quaj militantët, ose ata që përfitojnë direkt në baza klienteliste, ata dalin gjithsesi. Dhe vota atyre është e parapërcaktuar se për këtë do të votojnë. Po nuk besoj që këto vota do të mjaftojnë
për cilën do parti që Për të bërë diferencë. që një farë mënyrë të thirret që unë do të jem fitues ose ajo parti do të jetë fitues. Diferenca Partitë edhe po e thonë këtë, profesor. Patëm Besa Gaxherin para pak ditësh, e cila tha se beson që LDK-ja do të fitoj këto zgjedhje, ndonë se rezultatet e vitet e kaluara e qëtën të tretën radhë. Më pas Jeta Statov, si është deputetja nga Guxo, e përmendi se edhe besojnë se mund të arrijet rezultati i 2021-ës, ku Vendosja pati rezultat dukshëm më të mirë. Kësisoje, deklarimet që vijnë nga brenda partive për partitë e veta janë njanshme. Janë njanshme dhe bëhen për qëllime psiqike në farë mënyrë që të ndikojnë tek qytetarët këse ne jemi fitues dhe pastaj vota qytetarëve mund të vijë pas. A kanë realisht efekt? Deri diku do thoya, po jo shumë. Jo shumë, nuk besoj që asnjë prej partive do ta marrë atë që synon në zgjedhjet tashme. As partia e parë do të arrujë atë rezultat, po as partitë që janë më të vogla nuk do të rriten atje ku po synojnë që Dhe kjo pikërisht për shkak të gjithë situatës për shkak që përgjithësisht që ndajnë bazë përqindjes që kanë pas në kuvend. Kështu që nuk besoj që ndonjëherë prej partive vërtet do të marrë atje ku synon, por këto deklarata që vijnë nga partitë janë të njanshme, ne si qytetarë, si votues, i marrim me rezervë atyre u takon që thojnë para lojës se ne jemi fitues, për ngrit pak edhe një lloj motivi tek votues. Mirë, po megjithatë nuk pres që ndoshta ka me pas ndryshim në renditjet partive, por ka me pas ndryshim në përqindjet që marrin partitë. Po në numrin e deputetëve. Po, në këtë renditje që kanë, ndoshta kjo renditje do të ruhet, por distanca do të jetë ndoshta më e vogël mes parës dhe dytës, ndoshta mes tretës edhe dytës mund të jetë garë ndoshta pak më e madhe, por asnjë parti nuk pres që me marr atë që synon, sepse thjesht nuk e kanë bë punën që pastaj edhe në bazë të asaj mund të presnin rezultatet që i presin. Tani ka përpjekje për të fajsuar njëra tjetrën, për ngërçin që u kriju, për krizën institucionale, dhe ndoshta edhe këtu synojnë që përmes fajsimit njërës ose tjetrës të marrin disa vota, por nuk janë votat mjaftueshme që vërtet mund të bëjnë një dallim të madh mes partive. Megjithatë, qytetari ka parë të gjitha dhe sigurisht që do të ndikoj pastaj në daljen e tyre apo jo, edhe informacionet e fundit, rritja e çmimeve, kemi pasur edhe gjatë ditës së djeshme ka pasur informacione në rritjen e çmimit të qumshtit, vezëve të tjerave që sigurisht pastaj e shtojnë akoma më shumë pakënaqësinë e qytetarëve. Dhe një çështje të fundit, profesor, apo vreni, apo arrini të dalloni diçka tek partitë politike në gjuhën kundrejt njëra tjetrës, është më e zbutur apo jo, sepse e dim se herën e kaluar ishte pikërisht kjo që krijoi atë hendekun mes partive politike. Duket që është zbutur pak, mirë po ndoshta sa më afër zgjedhjeve që ofrohemi, aty këto dhe mund të ketë prapë intensifikim të gjuhës, sepse ende ndoshta partitë përpiqen përmes sa gjuhë që të marrin disa vota. Sidomos ndoshta kur mungon ajo oferta konkrete, kjo gjuhë përdoret më shumë për mbledhje sa më shumë vota, por ndoshta edhe ulja e intensitetit të polarizimit mes partive mund të jetë edhe një tregues që pas zgjedhjeve këto parti s'kan çare pa bë koalicion, sepse s'mundet asnjëra ta bëj vetë qeverinë, edhe mund ta bëjë ndoshta, po e zëm, edhe pse është e pamundshme, por prapë do të jetë ngërç tek zgjedhja president, sepse nuk mund të i marrë asnjë parti 2/3. Dhe kjo ndoshta i shtyn partitë që t'jenë më të kujdesshëm, jo ta heqin tërësisht gjuhën, sepse ende ju duhet kjo gjuhë për me mbledh vota. Por t'jenë më të kujdesshëm që ta lanë një derë një mënyrë të kooperimit pas zgjedhjeve, sepse duhet nëse kanë synim, kanë interes me qeverisë këtë vend, s'kan çare pa bë koalicion. Janë të domosdoshme. Dhe ndoshta me një gjuhë tillë kanë shumë më vështirë, kështu që po duket do thoja një ulje e intensitetit të gjuhës polarizuese, taktike, edhe për ta përdorët herë një farë mënyre, për të marrë vota, po edhe për të lënë një derë për kooperim pas zgjedhjeve. Po. Profesor, faleminderit shumë që ishe në studio. Faleminderit për mundësinë. Shumë faleminderit edhe një herë. Ndërkaq që nga këtu do të kemi një shkëputje publicitare, do të kthehemi me pjesën tjetër.